نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Falënderimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, fuqi plot, prej tim kërkojmë vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijoj, dhe atë që lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi të udhëzoj posti. Si dhe salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mimbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, feja Allahut subhanahu wa taala, feja islame, është fe që ka rregulla të shumta dhe të ndryshme gjatë jetës së kësaj bote dhe po ashtu ka disa procese tjera në ditën e kiametit. E për dynja jemi përgjegjës ne për veprat dhe sjelljet tona. E në ahiret çdo gjë varet më pas me rregullat që I ka përcaktuar Allahu fuqiplot. Vëllezër të dashur besimtar, në fenë islame kemi ndalesa, pa kemi gjëra të lejuara, edhe kemi gjëra të urdhëruara. Gjitha këto kanë të bëjnë pra me rregullat fetare, kanë të bëjnë me ibadete, me adhurime, kanë të bëjnë me rregullat e martesës, me rregullat e shkruarëzimit nëse ndodh. Kemi rregulla të trashëgimis, rregulla në shitblerje e kështu me radhë. Pra, është një fe hyjnore e përshtatshme për jetesën e njeriut në këtë dynjë në formën sa më të mirë, ku Allahu Azza wa Jall është I kënaqur me veprat e njerëzve të cilët veprojnë sipas Kuranit ose këshillave profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne jemi rob të Allahut Azza wa Jall, ai na krijoi neve, ai kërkoi prej neve që t'i besojmë Allahut ashtu që don ai. Sepse besime çdo njeri në fytyrë të tokës që nga koha Ademit alayhis salam e derisa doi Allahu të çndrojë kjo dynjë, njerëzit do të besojnë. Por jo të gjithë besojnë që don Allahu Azza wa Jall. Kurse të gjithë besojnë me besime të ndryshme, jo të lejuara, besime të kota, besime të devijuara, e që çdo kush është përgjegjës para madhrisë së Allahut Azza wa Jall për besimin e tij. Dhe tek Allahu Azza wa Jall pranohet vetëm besimi çish ka deshur Allahu dhe I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se për këtë çështje Allahu Azza wa Jall ka zbritur libra dhe për këtë çështje Allahu Azza wa Jall ka dërguar shumë pejgamber. Që njerëzit vetëm se vetëm të adhurojnë një Zot dhe mos t'i përshkruajnë shirk dhe kufër Allahut subhanahu wa taala. E tema për të cilën do të flasim është për kufizimi I termit kufër dhe llojet e kufrit. Vëllezër të dashur, kufri do të thotë mosbesim, e kundërta e imanit. Allahu Azza wa Jall ka kërkuar prej besimtarëve që ta besojnë Allahun Azza wa Jall, të dëshmojnë se nuk ka tjetër Zot I cili meriton adhurime përposa Allahut, dhe se Muhamedi alayhis salam është I dërguari I tij. Ndryshe kësaj, përpos kësaj, është kufri pa besimi. E që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur xhennet për besimtarët të cilët besojnë drejt dhe ka përgatitur ndëshkim me zjarr të xhenemit për gjithë ata të cilët
besojnë në mënyrë të devijuar, e që ky besim i mënyrës së devijuar në Islam konsiderohet mos besim, sepse ose do të besosh drejt dhe kjo quhet iman, ose nuk do të beson dikush drejt dhe kjo quhet kufër, mos besim. Vëllezër të dashur, pabesimi, kufri, pra këto kanë të bëjnë me çështjet e akides. Sikur se imani që ka të bëjnë me çështjen e akides, me çështjen e besimit. E që në fenë islame çdo vepër që veprojmë ne është e lidhur me besim. Edhe sadaka nëse japish është e lidhur me besim. Nëse dikush jep sadaka, por si veprim në pamjen e jashtme, është me veprim shumë madhështor, me dhënë sadaka, dhe shumë shpërblyese, por nëse në brendin ai njeri, në besim nuk e ka për hir të Allahut, e ka sa për sy e faqe, ai nuk ka shpërblim, ka dënim për këtë çështje. Pra, çdo veprim o vëllezër të dashur është e lidhur me akiden e besimtarit, me çështjen e besimit, se si beson njeriu, a beson drejt që ka kërkuar Allahu, apo beson ndryshe. Andaj, mos besimi, kufri, ndodh në forma të ndryshme. Ndodh me zemër që dikush në brendi nuk beson, ndodh ndoshta me fjalë të kufrit që e fyn Allahun, Allah në ruajt, apo e fyn pejgamberin, apo bën tallje me fenë Allahut Azza wa Jall, ose me vepra. Me vepra i bën shirk, i bën kufër, Allahu subhanahu wa taala e përdos Kur'anin, i vepron Allahu Azza wa Jall veprime që janë të ndaluara me fenë islame, sikurse shirket dhe llojet e ndryshme, e kështu me radhë, këto të gjitha futen në gjërat që e nxjerrin njeriu nga feja e tij. Allahu Azza wa Jall për kufrin dhe për pabesimtarët ka thënë në Kur'an: Inna Allaha la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Allahu Azza wa Jall i ka mallkuar kufarët, pabesimtarët, dhe ka përgatitur për ata zjarr shumë flakërues. Khalidine fiha abada, janë të përhershëm në to, në zjarr të xhehenemit. Pabesimtarët janë të përhershëm në zjarr të xhehenemit. Për atë arsye Allahu ka kërkuar prej besimtarëve, prej njerëzve në tërësi, që ta besojnë Allahun e të mos jenë në zjarr të përhershëm. Për shkak janë në zjarr të përhershëm sepse vetë kanë zgjedhur këtë rrugë. Kanë pasur mundësi ta besojnë Allahun, kanë pasur mundësi ta besojnë pejgamberin Muhammed dhe t'i ndjekin librin e Allahut, Kur'anin dhe këshillat profetike, por kanë vepruar ndryshe. Të dashur vëllezër, kufri, pabesimi ndahet në dy kategori. Kufri i madh, pabesimi i madh, që e nxjerr njeriu komplet prej fesë islame. Dhe kufri i vogël, që ky veprim është një mëkat i madh dhe nuk del njeriu prej fesë islame. Do të flasim për kategorinë e parë, për kufrin e madh, e që i përfshin 5 forma. Kërkoj nga ju të jeni të vëmendshëm në këto që do t'i përmendim. Kufri i madh, që e nxjerr njeriu prej fesë islame, e që nëse vdes në këtë formë, do t'jetë i përhershëm në zjarr të xhehenemit, bëhet në 5 forma. E para është kufri i përgënjeshtrimit. Thot Allahu Azza wa Jall: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Kush është më i padrejt se ai i cili trillon gënjeshtra ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose mohon ndonjë të vërtetë me cilën ka ardhur Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk është
në xhenem vend qëndrimi i jo besimtarëve, padyshim që po. Pra, përgënjeshtru do një ajet të Allahut Azza wa Jall, do një urdhër të Allahut Azza wa Jall. Ja pëse s'ka thonë Allahu kështu. Ky përgënjeshtrim i ndonjë ajeti, apo i ndonjë rregulli fetar që ka caktuar Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del njeriu prej fesë islame. Një fjalë të Kur'anit me përgënjeshtru, një shkronjë të Kur'anit me përgënjeshtru, del njeriu prej fesë islame. Është kaq e thjesht, sepse është fe Allahu subhanahu wa taala, është një fe që ka rregulla strikte në besim. E dyta, vëllezër të dashur, forma e dytë është kufri i refuzimit dhe mendje madhësisë. Allahu Azza wa Jall kur e krijoi Ademin alayhis salam, kërkoi prej melekëve që t'i binë sejdë Ademit alayhis salam, jo sejdë adhurimi, sejdë adhurimit i bëhet vetëm Allahut, por sejdë e respektit që urdhri po vjen prej Allahut. Dhe gjithë melekët i ranë sejdë Ademit alayhis salam, sepse ashtu t'i urdhroi Allahu, për pos iblisit. Nga mendje madhësia, refuzoi që t'i nënshtrohet urdhrit të Allahut Azza wa Jall. Andaj, refuzimi ndonjë urdhri të Allahut Azza wa Jall është kufër. Dhe kjo ka ndodhur gjatë historisë së njerëzimit, shpesh që tiranët e njohur nga pasuria që janë mashtruar dhe nga pozita dhe nga pushteti, janë bërë mendje madh ndaj urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. I kanë refuzuar urdhat e Allahut Azza wa Jall. Kanë refuzuar që t'i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, duke menduar dhe duke haruar që edhe ata do të plakën, edhe ata do të sëmurën, ata do të vdesin, kanë menduar se janë të përhershëm, edhe mendje madhësia e tyre ka shpije që ata të refuzojnë urdhin e Allahut Azza wa Jall shumë lehtësisht. Dhe sot ndodh nga shumë njerëz që refuzojnë urdhnat e Allahut Azza wa Jall. Shumë lehtësisht thotë, hajde se s'ka dert. Hajde se namazin nuk është patjetër, puna është patjetër. Hajde se mjafton veç që ti besosh Allahut e nuk është më rëndësi pastaj se çka të vepron. E kështu pra i refuzojnë urdhnat e Allahut Azza wa Jall dhe refuzojnë që t'i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, e refuzimi, kundërshtimi i urdhnit të Allahut Azza wa Jall është kufër. Diçka tjetër është që njeriu e pranon se është fajtor, e pranon se nuk është duke zbatuar një urdhër të Allahut Azza wa Jall, edhe me qenë se duhet. Mund të jetë një motër muslimane, ndoshta fal namazin, por do të di që duhet me vendosën mbulesën, por ja që akoma e di se ja gojmëtar, ama nuk është duke refuzuar. Është diçka tjetër. Po flasim për ata të cilët refuzojnë kategorikisht urdhnat e Allahut subhanahu wa taala dhe i kundërshtojnë urdhnat e Allahut Azza wa Jall. E për atë arsye thotë Allahu, idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Dhe kur i thamë melekëve bini sejdë Ademit, iblisi vetëm refuzoi, të gjithë i ranë sejdë. Edhe iblisi u bë pra kundërshtoi, refuzoi dhe u bë prej kafirëve, prej pabesimtarëve. Edhe ai e beson Allahun. Iblisi e beson Zotin, nuk e mohon Zotin, por e kundërshtoi urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Andaj, edhe nëse dikush e beson Allahun, por e refuzon urdhrin e Allahut, nuk bjerë në sejdë, njëjtë është sikur se veprimi i iblisit. E treta, vëllezër të dashur, forma e tretë e kufrit është kufri i dyshimit. Allahu Azza wa Jall e përmend një rast në surën Nun, ku një njeri ka hyrë në kopshtin e tij, bashkën e tij, pasuria e tij, edhe është fut në aty dhe ka thonë që ma adhunu an tabida hadhi abada, kur nuk ma merr mendja se kjo do të shkatërrohet. Edhe nuk ma merr mendja se
do të vjen dita e Kiametit. Edhe kjo çështje e dyshimit, ju ka fut dyshimi që kush ka ardhur për asaj bote me na tregua ka, agjeron, fal namaz, ka dhe të tillë njerëz ignoranta. Pse ignorant? Sepse nuk e ka kuptuar akoma thelbin e besimit. Akoma nuk e ka kuptuar fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Akoma nuk i ka kuptuar dhe nuk ka besu që duhet pra kushtet e besimit. Me besu ahireti, me besu rinjallje. E kënina agjeron, apo jep sadaka, apo ndoshta dhe fal namaz, edhe ky renditet me ata të tjerët, e kush ka ardhur prej atje me na tregu neve se a ka botë tjetër apo nuk ka. Me këtë del njeriu prej fesë islame, edhe me qenë se fal namaz, edhe me qenë se agjeron, por përderisa ka dyshime për ahiret, se a ka botë tjetër apo nuk ka, del prej fesë islame. E katërta o vëllezër është kufri i shmangjes. Shmanget nga obligimet e Allahut Azza wa Jall. Nuk don me i pranu obligimet e Allahut. Nuk vepron atë që është kërkuar prej atyre, prej njerëzve, prej besimtar. I shmanget. Nuk e don atë, nuk e vepron atë, nuk e vepron këtë veprim. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Walladhina kafaru amma undhiru mu'ridun." Allahu përmend cilësitë e kufarëve. Se kush janë ata kafirët, pabesimtarët? Thotë ndërsa ata që mohuan, i shmangin asaj për të cilën janë paralajmëruar. Allahu ka paralajmëruar, hey, kujdes se kjo shpinë në zjarr të xhenemit, kujdes se me këtë bëhesh pabesimtar, kujdes atë, kujdes këtë, dhe gjitha këto gjëra pra, këto vrejtjet e Allahut Azza wa Jall nuk i kanë lënë përshtypje, nuk i ka marrë seriozisht këto çështje, edhe ka përfunduar si pabesimtar. E pesta dhe fundit o vëllezër të dashur është kufri i hipokrizisë, i dyftërsisë. Pra, paraqitet në pamjen e jashtme se është besimtar, kurse në brendi nuk e beson Allahun Azza wa Jall. Pra, ai ndoshta vjen edhe në xhami, ndoshta falet mas imamit, por është pabesimtar. A ka ndodhur kësi raste? Ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli ka përmend pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall ka zbrit sure për munafikët, për çështjen e këtij personi dhe të tillët. Edhe në shumë vende, në fillim të surës Al-Bekara, Allahu Azza wa Jall tregon për rrezikun e këtyre pabesimtarëve hipokrit. Edhe si i tillë është fal pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë munafik. Në pamjen e jashtme, kinse besimtar, kinse namazli, kinse agjeron, por në brendi ka punuar kundër islamit dhe besimtarëve. Ka shpif ndaj besimtarëve. Dhe është mundu me kriju përçarje tek besimtarët. Sepse nuk ka qenë besimtar në brendi. Por rrethanat, pra ka qëllu me një rrethim ku ka musliman, është paraqitur me ta. Po në momentin që është me një mjedis ku ka pa besimtar, aty e shfaq pa besimin dhe bëhet sikurse ata. Edhe ky veprim është veprim i munafiklëkut, veprim i munafikut, veprim i hipokrizisë, i dyftërsisë, dhe kjo quhet po ashtu në fenë islame kufër. E lutim Allahun të na pastroj besimin ton. E lutim Allahun kur të dalim prej kësaj dynjaje të ndajmë ashtu siç ka qef Allahu, ne ta besojmë atë me besim të pastër. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salat e selam i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Në shpejtësi o vëllezër të dashur do të flasim edhe për kategorinë e dytë, e që është kufri i vogël. Kufri i vogël është pra janë disa veprime që janë harame të mëdha, por quhet kufër i vogël sepse nuk e nxjerr njeriu prej fesë islame, ama si veprim quhet kufër për shkak rrezikshmërisë
të asaj vepre. Pra nëse njeriu vdes pa u penduar, do të hyjë në zjarr të xhenemit, por nuk është i përhershëm sikurse ai person i cili ka bërë kufër të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy gjëra të njerëzit janë kufër. E para, cenimi i prejardhjeve. Cenimi i prejardhjeve. Ti i ki prejardhjen kështu, ti i ki babën kështu, ti i ki pas gjyshin prej aty, ti i rrace kështu, ti e din, e nuk diçka këto gjana, pra mi përqesh prejardhjet e njerëzve, apo mi poshtru njerëzit, si për shkak prejardhjes, kjo është prej veprimeve të kufrit, prej mëkateve të mëdha. E që shumë është përhapur tek njerëzit kjo çështje, ja pra është prej kufrit të vogël, e që konsiderohet mëkat i madh. Dhe po ashtu edhe vajtimi për të vdekurin. Vajtimi me za është po ashtu prej veprimeve që ka thujë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra mëkat i madh apo kufër i vogël. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush përbetohet në emër të dikujt tjetër përpos Allahut azza wa jall ka bërë kufër. Përbetohet në emër të pasha babën, pasha nonën, pasha fëmijët, pasha djalin, pasha këtë. Dhe kjo është pra prej kufrit. Andaj kujdes o vëllezër, kur përbetoheni vetëm kur jeni të detyruar dhe vetëm në emër të Allahut azza wa jall, në emër të asgjë tjetër dhe në emër të askujt tjetër. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sharja e muslimanit është mëkat. Kurse luftimi i muslimanit me luftu muslimanin apo me mbyt muslimanin është kufër. Andaj duhet kemi kujdes nga këto veprime, edhe me qenë se janë kategori që nuk e nxjerrin njeriun prej fesë islame, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam megjithatë i ka quajtur kufër, sepse janë mëkate të mëdha që e shkatrojnë ahiretin e njeriut, e rrezikojnë besimtarin që të futet në zjarr të xhenemit për shkak mëkatit të madh. Elusim Allahun azza wa jall na udhëzoj në rrugën e drejtë, elusim Allahun na i fal mëkatet, elusim Allahun na i pastroj bindjet tona me besim të pastër. Elusim Allahun azza wa jall kur të ndajemi për kësaj dunja, të ndajemi me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elusim Allahun të ndihmoj besimtarëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun azza wa jall të shëroj të sëmurit tanë, të laj borxhet tona, të mëshiroj të vdekurit tanë. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.